që është situata e studentëve, që një pjesë e madhe të rive, nëse ta kishin një burs për studime, ndoshta do ta shfrytëzojshin këtë burs me studiu e nuk do ta çojshin Kosovën. Në ndërkohë ata duke studiu do ta gjejshin një punë, do të krijojshin familje, do të qëndronin këto. Si është situata me pagat? Edhe pse për shembull pagat nuk janë përputhje me atë sa shtrejtu jeta. Na e dim sa shtrejtu jeta, nuk janë pagat në përputhje. Sektori privat do të me bashkëpunu me ta. Është e vërtet që politika e taksave në Kosovë është e mirë, nuk është e keqe. Janë disa sfida, si të vësheja që paguhet në avancet e probleme tjera, por duhet me bashkëbisedu me ta në mënyrë që i vështirësitë që ju shkaktu, sidomos prodhuesve. Rritja e çmimit të energjisë, a ka në mënyrë jo me jau kompenzu, po të paktën në një mënyrë tjetër me ju bë disa favore atyre që mujtë e punu. Kemi edhe një situatë tjetër që do të ta marrim seriozisht. Është kriju një logjik në Kosovë, e këto mediat sociale dhe kryesisht Kurti edhe VV, se na vetë mjaftojmë. Na i kryjmë fund vetë, na jemi të zotë vetë. Nëse ka dëpërtuar ky si mendim? Po, është një mentalitet i vetë mjaftimit, kështu ta quaj ashtu, që është shumë i rrezikshëm. Për shkak se e kam thënë disa herë, ne në siguri me marr krejt ushtarë tonë, krejt policë, veteran, sa do qofshin, shoqatën e gjyqtarëve, krejt armë që i kanë civil, e me a fillu me i qitë në kufi, nuk është vereu vesh Leposhaviqi, e zubin Botoko, se ki plot njerëz që flasin për veri. Ju lutem vereu fillan në lugun e But, lugu i But është një bjeshk mbi vrel, Telkeni Shatrovicve është 3 kufini, Kosovë, Serbi, Malizi. Të vrela e Istokut? Vrela e Istokut. Pra mi, jo veç mi Istok, po mi vrel që u ma fell. 3 kufini është me Serbi, dhe vazhdon krejt për gjatë 400 kilometrave deri në Antelesit ose deri në Kumanov. Duke qenë kështu, na nuk vetë mjaftojmë. Pra është shumë gabim logjika e vetë mjaftimit e lasdrimit. Ska duhet bërë? Ska do të bëni ndryshe? Shiqat, duhet me kthyje bashkëpunimin edhe beshimin me alatët tonë sigurisht. Si bësht kjo? Shiqa, nuk është e vërtet që na shmuj mu bo në ato. Nuk është e vërtet e di se ka pas raste që janë talë me mu. Nga dhënë, ai komandanti veç falën, po thot, ishti natës i me konë sekretari natës. I lutem, nuk ka qenë proces i letë, ka qenë shumë proces kompleks edhe i vështirë me bo ushtrinë e Kosovës. Është vërtu në Kosovë, po është dashtë me marrë aprovimin e shumë qeverive, antarët NATO-s, edhe antarësimin NATO. Është një proces shumë kompleks, nuk thëmë që është i thjesht, por me gjatë është i mujshëm. Edhe na duhet me zhjetë që është një sigurisht njerë për gjithmonë, nuk guxojmë me jetu në dilemat sigurisht. Po ju të regoj për shembull një situatë, e di se qytetarët e kuptojmë pse i thamë këto. Në Serbi e dojnë Rushin, një pjesë e popullit tyne, ato meset ma nacionaliste, po kanë interesa dhe në përëndim në Evropë, a Amerikë si frikohen, se kanë përvojën e luftës natë në anë. Por nëse krijohet një situatë në Serbi, që dikush është shumë i rrezikum prej një pale tjetër, atëra ati i hynë shumë funksion me zgjerue këtë problem. Edhe me marë në mbështetje popullore, pra problemin që e ka të mbrëmshëm, me mujtë me bartë edhe në rajon. Se rreziku që ja shkaktojnë alatët tonë sigurisht, nështë më i vogël sa rreziku që ja shkaktojnë një palë mbrëmshme. Duke qenë kështu, ne nuk guxojmë me hyjnë ato, që me honat manine vetë lavdrimit, se vetë mjaftojmë. Është gabim serios në mbrojtje, në siguri. Qofse kemi bërë këto deri sot, sa do të hakmerë kjo edhe në viteve në vazhdim, edhe nëse ndronë qeveria, se ka ndryshuar dinamikat në përëndim, ka ndryshuar edhe në pushtet janë njerës që më shumë janë fokusuar në vendet e tyre, jo se s'ka po ndodhë për rreth. Është njerë s'ka me e këdole, pëse s'kam pas në funksion shtetëror, me ndimu vendin tonë, duke mos shumë shmuj me bo, ashtë punë me policisë,
as të AKI-s, as të ushtrisë, as presidenti, as kryeministri, po si një palë e respektume, në referendum thojnë hala kryeministër, se ashtu e kanë ata, nëse ki qenë njerë, thojnë kryeministër, për prime minister drejtojnë njerës, edhe palë tjera, unë vazhdimisht jam angazhu që të ruhet një besimin ndërsjellë. Këto që ka ndohë me qeverin, ndërpreja dialogu strategjik, sankcion nga BE-ja, pasojat ekonomike, pasojat tjetë, pak të ndiçka të ruhet në ato aspekte sigurisë mbrëmshme, edhe partneritetin siguri, i cili nuk është nivel në duhur. Pra, dhe të shtroj një pyetje, në këto 5 vjetë, a jemi ma afër NATO-s, a ma larg? Pra 5 vjetë së qeverisje, a jemi ma afër NATO-s? Jemi ma larg, po thëmë. Po nuk jemi ma afër, për shkakun, nuk po them që jemi ma larg se s'po dua ashtu me fol, po nuk jemi ma afër, e ne duhet mi kry këtë punë. Pra, çështjen e fuqisë blerëse, e jetës, e kostës jetës, duhet mu marrë, se s'ka kush merret edhe kush, nëse na s'merrem, çka ka ndodhur me njërin tonë, a mundet ai me jetu, a mundet ai me ble ushqimet, me ble ilaçet, me pensionisti, ai tjetër, s'ka kush merret, kjo detyrë jona, rritja e fuqisë blerëse, me i sigurue që çmimi i energjisë nuk do t'jetë kërcënim më për ta, nuk ka më rrit më. Për shembull gashill që duhet me ndohë për i Shkupit. E di se ka plot që na thojnë bone për Shqipërisë. Që në tapë, në gashillin e përparshëm, ne nuk jemi palë kontraktuese, nuk na lejohet kyçja. Pra, nuk kemi kontratë e mundësi për kyçje, se ajo është një koncesioni shumë aksionarëve, e ne nuk kemi qenë pjesë e saj. Ne mujmë me bo gashjells për gjatë trashese e Kurudhës dhe në Shqipëri, po jo për tafin, po vetëm për tanker që vinë deri në porte. Pra, për LNG, liquid natural gas, që vjen për Amerike. Tani, e njëjti gas, i Amerikës, vjen Greqi dhe vjen Shkup. Ju po thoni gjitha këto janë shmurshme? Është gasjell që mund me do shumë shpejt. Për shembull, nuk ndërtohen këto centralat për energjit gasjellsve me i marrë këtë burmet e me i montu. Shumica atyre turbinave, ato pajisjeve ekzistojnë veç. Pa janë një lloj montazhe, po jo them kështu. E keni pa një rast kur sjellë Shqipëria një anije në Bregdet me prodhu gjoja me